Policia e Kosovës ka ndaluar dhe shoqëruar dje dhe sot disa pelegrinë serb në Gjakov dhe Prizren. Për rastin ka reaguar edhe ministri i punëve të brendshme të Kosovës Xhelal Sveçla, i cili ka treguar për lidhjet të arrestuarve me të dyshuarin kryesor për vrasjen e arresterit Afrim Bunjaku. Hetimet paraprake kanë konfirmuar se një zyrtar i policisë serbe me gradë të togerit policor ka lidhje të afërta familjare me anëtarin e grupit terrorist të Banjskës Nemanja Radivojević Novka Gandi. Ky i fundit është i afërt me Vladimir Radivojević Novka Mami, i cili është i dyshuari kryesor për vrasjen e arresterit policor të Kosovës Afrim Bunjaku. Zyrtari tjetër ushtarak, i cili bart gradën e kapitenit të klasit të parë, është lidhje e ish generalit të inteligjencës ushtarake serbe Jovan Milanović, i njohur për përfshirjen në rrjetin e të dhënave të NATO-s para bombardimeve mbi saqet serbe, shkruan Sveçla. Grupi i parë i përbërë nga 4 persona u ndalua në Gjakov. Gjatë kontrollit të automjetit u gjetën fotografi me hartën e Republikës së Kosovës, fotografi të terroristëve të vrarë gjatë sulmit në Banjsk, 2 thika, një sopat dhe një dritë rotative. Me vendim të prokurorit, personat janë ndaluar në kohë zgjatje 48 orëshe. Grupi i dytë me 12 persona është ndaluar në Prizren, teksa po strehoshin në seminarin ortodoks të Bogoslavis. Edhe në këtë grup ishin 2 oficerë aktiv të shërbimeve të sigurisë serbe. Hetimet paraprake kanë konfirmuar se një zyrtar i policisë serbe me gradë të togerit policor ka lidhje të afërta familjare me anëtarin e grupit terrorist të Banjskës Nemanja Radivojević Novka Gandi. Ky i fundit është i afërt i Vladimir Radivojević Novka Mami, i cili është i dyshuari kryesor për vrasjen e arresterit policor të Kosovës Afrim Bunjaku. Zyrtari tjetër ushtarak, i cili bart gradën e kapitenit të klasit të parë, është lidhje ish generalit të inteligjencës ushtarake serbe Jovan Milanović, i njohur për përfshirje në rrjetin e të dhënave të NATO-s para bombardimeve mbi saqet serbe. Fakti që u strehuan në seminarin ortodoks të Bogoslavis mund të tregoj për një tentativë për të shfrytzuar institucionet fetare për kamuflim ose për të shkaktuar tensione ndëretnike fetare në Kosovë, duke përdorur ngjarje të sajuara për të nxitur reagime të dhunshme ose të rrezira. Organet e sigurisë do të vazhdojnë hetimet dhe do të informojnë opinionin publik për zhvillime të mëtejshme. Ftojmë qytetarët që të raportojnë çdo aktivitet të dyshimit dhe të bashkëpunojnë ngushtë me institucionet tona të sigurisë, thënë ndër të tjera ministri Sveçla.